dhe punoni për çdo ditë, për çdo orë që ta realizojmë fitoren e cila jo vetëm thjesht e duam, por na duhet. Në mandatin e ardhshëm duhet të vazhdojmë projektet e mbara e të mira, por gjithashtu edhe do të nisim shumë të tjera për disa prej të cilave do të flas sonte. Por le të rikthehemi këtu ku jemi në Pej. Ne me Spitalin e Pejës jemi përqendruar tek modernizimi dhe ja kemi shtuar një rezonancë magnetike që është tejet e vlefshme për banorët jo vetëm të Pejës. Për 20 vjet në Kosovë kanë qenë vetëm 2 rezonanca magnetike, me qeverisjen tonë në këtë mandat 4 vjeçar janë shtuar edhe 3 të tilla e njëra prej tyre për Spitalin e Pejës.